jeni negociata, jeni të bollafe, kuna mja dhonë këto, të nderin, bile ku t'jepni nuk dini asë shka me bo. Ministre, është mirë me i pove pak do raporte, jo veç me nejt me do këshilltar që ose me mesazhen ashta që t'vin, urime kryeshef, është mirë pak mu konsultu me raporte që ti ki pe kekut. Ki rënjet prodhimit, oj zoj, këqëri raportet mirë edhe ajde tani më foltore del. So për, jo veç për prodhim, për, si shpëthu, rritjet kapacitet. Dhe përshka i të folë, 37 MW i ke rrit nga 250 MW e mo centralit B. Kjo i bje 14%. Për qëta MW i dele dhe thu e kena shtu kapacitetina, so për A3. Jeni negociata, jeni të bollafe, kuna mja dhonë këto, të nderin, bile ku t'jepni nuk dini asë shka me bo, si ja keni dhonë TUV Hellas, veç ta krytash, TUV Hellas ja keni dhonë i kompanije TUV Nordit greke, për mju kalzu mu ju konsultu këse shka keni me bo me termocentralin O3. So për LDK, kur o bo importi, kur o kon LDK janë 2016 më pak se 10 feshke pos import energjisë elektrike, kur ke orti, 259 milion ka pas import. Edhe lej ASK-n, se ASK-ja e bën transmisionin e energjisë elektrike, por jam të folë për dogon. Nëse ti thu se puna në dogon nuk jep shifrat e sakta, atëherë komplet bilanci tregtar ka gabim. Pra, konsultohesh pak me raportet që i publikoni vetë, full me dogonën, edhe vjen këto dhe më tregon edhe për LDK, se unë jam gjendje edhe për LDK me full, po sidomos për qysh e keni kop sektorin energjisë elektrike, bile kom dyshime që e keni sabotu që nga dita që e keni ardhur në pushtet. Faleminderit.